Zotë Jasho, në fakt, pyetja është e njëjtë për të tre, në fakt. A duhet, ne si qytetarë, nuk po hym pjesës administratës, dhe më pjesës shtetërore, ne si qytetarë, duhet marrim shembull të paktën të këto tre vendit tona, edhe shqipfolse, ose Kosova, sigurisht e gjitha shqipfolse, por Maqedonia e Veriut dhe Malezi gjithashtu, që kanë vetë edukatën e mirëmbajtjes automjeteve, nuk po thënë zbatimit rregullave, qarkullimit e tjera, por nëse ti shkon mes nëntorit në Kosovë nuk e shanse me gjetë vend të gomisti, rradh, nëse nuk e rezervuar ca ditë përpara. E po ashtu edhe në fund marsi. Kjo ka të bëjë me edukatën. Shë akoma, më falë, disa Jugo të vjetra, makinat, të cilat janë gjene Fiat Jugo kanë qenë. Fantastike, Zastava, Jugo. Golfa njësh e dysh, akoma në për Kosovë që janë gjene të mirë pune. Shiko, kjo ka të bëjë gjithmonë me edukatën të cilën neve gjithmonë mundohemi, edhe duke thënë dhe këto emisionet tuaja janë me të vërtet shumë dobiprurse. Pra, mirëmbajtja e mjetit është një lloj siç mirëmban trupin tënd. Ajo të shërben, nëse nuk e mirëmban dhe fillon thash që nga gomat, që nga servisi që i bëhet ndrimi i vajit, që nga antifriza e domosdoshme për periudhën e dimrit dhe të verës. Më falë, edhe uji antifriz për xhamat, se pastaj do mbetesh pa ato. Antifriz dhe për dimrin dhe për verën, sepse nëse në dimër nuk e lë që të ngri, në verë nuk e lë të avulloj. Por njerëzit dhe këtu duhet jetë kontakti për shumë me një servis që ti je i lidhur dhe sidomos te gomisti, minimalisht të shkosh mor për të fryrë, për pasur presionin e duhur, duhet shkosh të paktën një herë në muaj një vizit, 10 lekë të reja bën, ose 20 lekë të reja, një kontroll. Sepse dhe rënja e gomave ka probleme në gjendjen teknike, janë të vogla si gjëra, po kanë rëndësi shumë të madhe. Hapja e kofanos një herë në muaj, mor shikoje, si është gjendja. Pra nuk janë gjëra që kërkojnë shumë specialitet. Nuk kërkojnë shumë specialitet, janë, por duhet filloj që të autoshkolla. Që aty, që në momentin e parë që futesh dhe merr vesh se çash mjeti, këtu duhet filloj. Ne dikur këto e quanim shërbimet të nivelit parë që drejtuesi i mjetit duhet i kryej vetë mjetit, pra profilaktika që i kryet mjetit dikur bëhej çdo ditë premte. Dita e parku që jetonin neve. Miku më fal, pse thoshin? Sa herë që do vesh të hipësh makinës, ore bie një herë vërdall. Burmullak. Bie një herë vërdall, se mund të ketë rënë një gomë. Nuk e ke iden se ç'bëhet. Sidomos për udhëtimet gjata, se mirë kur je për shkotra. Ne për 113, kaluam tani 113 vjetorin e policisë, ne si Akademi Sigurie morëm minisëm, duke çuar të gjithë punojësit tanë, pra oficerët dhe nën-oficerët, duke çuar në shkollat gjimnaze dhe në shkollat të vjeçare, dhe që aty ne filluam më duke u marrë me klasë më klasë duke u marrë me edukatën rrugore me nxënësit. Pra, në qoftë se i thonin për shembull një pyetje ishte, në qoftë se shikon babin që është ose mamin që është në timon, që nuk e vendos rrimin e sigurimit, është e mirë apo e gabuar. Dhe fillonim që aty domethënë që fëmia të bëj smart, që ti thoshte prindit që babi, mami vendos rrimin e sigurimit, mos e të kalosh shpejtësinë sa është shnuar. Po kemi dhe kur fëmia se ne jemi të gjithë prindë, kur neve ecim dhe të shkujdesur diku dhe fëmia na thret nga mbrapa, pra, se marrin në vendim mbrapa. Kujdes ba, kujdes ashtu, zëri fëmijës të sjell shumë gjëra. Për një orë mësimin e javë kemi ngelur robur për siguri rrugore. Kemi 10 vjet, nuk u gjend një orë në javë në sistemin nga klasa e parë deri në fund gjimnazit. Po mirë, si të edukojmë këta që kanë marrë edhe studimet e larta, më por se mirë, kjo shumë e mirë është kjo që thoni ju, absolutisht, edhe domosdoshme, është shumë e mirë. Po këta që kanë marruar studime, s'ke ku edukon më, me këta çfarë të bëjmë? Ata të dëgjojnë emisionin tënd dhe do të marrin një ushqim, për mendimin tim. Vërtet ke frikë të dalësh në rrugë, sado përpiqesh vetë të respektosh rregullat e të kryesh sigurinë tënde të paktën, sepse është ai që të ringjitur mbrapa, është ai që futet, është këta motorrat e delivery, këta janë një min mesazh në çdo moment për sigurinë rrugore nëpër qytetet të paktën.